Gimbo, DJ i këngëtarit të njohur Gjesti, i është bashkuar së fundmi edicionit të 5 të Big Brother VIP Albania. Ai ka fituar menjëherë simpatinë e publikut, ndonse vetëm pak kohë më parë u bë pjesë e shtëpisë më të famshme në vend. Gjatë një bisede me Selinin, DJ Gimbo ka përmendur mikun e tij të ngushtë Gjestin, i cili ishte banori i edicionit të kaluar të BBVA-s dhe njëkohësisht edhe fituesi i këtij sezoni. Ai tregoi se e ka ndjekur me shumë përkushtim edicionin e kaluar, duke mos humbur asnjë moment nga qëndrimi i Gjestit në shtëpi. Sipas tij, përkushtimi ka qenë aq i madh sa shpesh qëndronte zgjuar deri në momentin kur Gjesti flinte, duke ndjekur spektaklin pa ndërprerje. Në bisedën me Selinin, ai u shpreh, sidomos edicioni i vitit të kaluar i di përmendësh çdo epizod. Unë isha domethënë çaj njeri që sa u kon Gjesti këtu, kon flejt në studio, as në banes nuk jam shku. Në studio kon flejt, domethënë isha ulur këtu, dhe këtu ishte televizori, këtu e kisha shtratin, unë kam nejt 24 orë në shtrat para televizorit me digitron në dorë, domethënë unë shtrisha e ai sille i këndej, unë rrisha qut deri në momentin që flejke ai, si flejke ai flejsha edhe unë, a beson që bëja alarm për mëngjes me uqu, kur të qohet ai me pat çka o ka ban. Selini e dëgjoi me vëmendje rrëfimin e Gimbos, ndërsa deklarata e tij ka ngjallur reagime dhe kuriozitet te publiku.